Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Kryetari i Lëvizjes BESA Bilal Kasami deklaron se shkrirja e koalicionit vlen në një subjekt të vetëm do të ndodhë në një kohë të shkurtër. Në intervistë për një media televizive, Kasami sqaron se formati udhëheqjes është faza në cilën ndodhen bisedimet. Po flasim për një fazë të mundshme kalimtare me dy kryetar apo me rotacion që të mos kemi një goditje të drejtë për drejtë, nëse cili do që të zgjidhet nga kryetarët e 4 subjekteve do të kishin një zgjidhje klasike me një kryetar, do të kishim goditje të 3 subjekteve të tjera të cilat strukturat nuk do të ndjeshin rehat me këto zgjidhje, deklaroi Bilal Kasami, kryetari i Lëvizjes BESA, pjesë e koalicionit vlen. Partia Demokratike Europiane drejtuar nga Renit Hoxha ka gjasat i bashkangjitet Bashkimi Demokratik për Integrim pasi këta të fundit u bën thirrje partive politike të bashkohen me BDI-n dhe të bëhen pjesë e formacionit politik. Absolutisht do të shqyrtohet nëse kuvendi jep dritë gjelbër, atëherë do të ulemi me BDI-n për të përcaktuar detajet e më të tejshme, thanë nga Partia Demokratike Europiane në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Bashkimi Demokratik për Integrim bë thirrje për unifikim të faktorit opozitar. Arta Bilali Zendeli nga BDI tha se përmes një kumtese do të bëhet thirrje partive politike që të bashkangjiten Bashkimi Demokratik për Integrim. Bashkimi Demokratik për Integrim si parti serioze pas mbajtjes së Këshillit të Përgjithshëm do të lëshon një kumtesë me të cilën do t'i fton të gjitha partitë politike, të cilat duan të bashkangjiten dhe e shohin si të nevojshme të bashkangjiten në Bashkimin Demokratik për Integrim si parti politike. Bilali Zendeli tha se kësaj thirrje mund t'i përgjigjen të gjitha partitë që duan dhe e shohin të nevojshme bashkangjitjen me BDI-n. Sekretari i përgjithshëm i Aleancës për Shqiptarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Blerand Ramadani, është kundër krijimit të një qeverie teknike përpara zgjedhjeve. Në një kumtesë ai theksoi se Aleanca për Shqiptarët e sheh me maturit çdo përpjekje për ta shndruar çështjen e qeverisë teknike në temë presioni apo kalkulimi politik. Ky mekanizëm është i përcaktuar qartë me ligj dhe lidhet drejt për drejt me afatet zgjedhore dhe funksionimin normal të institucioneve të shtetit, deklaroi nga Aleanca për Shqiptarët. Rajoni. Bashkimi Evropian kërkon rikthimin e dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit. I dërguari i posaçëm për dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Kosovës, Peter Soresen, pas takimeve me kreun e shtetit Vjosa Osmani dhe kryeministin Kurti, deklaroi se BE-ja vazhdon të punojë për çështjet e dialogut me shpresën që viti 2026 të sjellë atë që 2025 nuk arriti ta jap. Ajo që synojmë është që të dyja palët të ulen dhe të bisedojnë. Duhet të gjejmë një mënyrë që kjo të ndodhë. Përfaqësuesi i lartë ka vizituar vendet vitin e kaluar dhe ka theksuar se do të ketë një takim kur koha të jetë e dur. Ajo do të thrasë takimin, palët do të marrin pjesë dhe më pas do të shohim se si do të ecet përpara. Deklaroi Peter Sorensen. Ndalesa e tij e radhës është Beogradi. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Kosovë, Javo Rav, së bashku me ambasadorët të BE-s dhe shefat e misioneve në Kosovë në takimin me kryeministrin Kurti, nënvizuan rëndësinë e formimit sa më shpejt të qeverisë së re. Krahas asaj është kërkuar ratifikimi i shpejtë i marrëveshjeve që lidhen me planin e rritjes së BE-s. Synimi është që përfitimet nga plani të arrijnë sa më shpejt tek qytetarët e Kosovës. Krahas asaj, ambasadorët vlerësuan mbarvajtjen e procesit zgjedhor në Kosovë. Kryetari i Lidhjes Demokratike e Kosovës, Lumir Abdixhiku, kërkoi marrëveshje politike për 15 votat e kësaj force politike në zgjedhjen e presidentit. Pas takimit që mbajti me rrethin e ngushtë të kësaj partie, Abdixhiku deklaroi se nëse dikush dëshiron marrëveshje politike me LDK-n duhet të bisedojë për çështjen e presidentit. Ajo që ka themi vazhdimisht është se nëse dikush don marrëveshje politike me LDK-n duhet të bisedojë edhe për çështjen e presidentit. Po nëse dikush mendon të imponojë kandidat dhe si duan votat e LDK-s, le të kenë fatin e botës dhe ndoshta edhe zgjedhin presidentin dhe pa votat tona që i kemi, ne kemi 15 vota. Ai përsëriti që në krye të vendit duhet të ketë një figurë unifikuese. Nuk është galja Kosovës kush cilin individ ku. Galja Kosovës duhet të jetë kush është stabiliteti i domosdoshëm dhe kush i siguron të votat të ardhshme. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë bëri të ditur se është e gatshme të forcojë partneritetin me qeverinë e ardhshme të Kosovës dhe të rifillojë dialogun strategjik mes dy vendeve. Në një përgjigje për Radio Europa Lirë, ambasada theksoi se realizimi i këtij synimi do të kërkojë veprime nga qeveria e Kosovës, të cilat çojnë përpara agjendën e përbashkët për paqe dhe stabilitet rajonal, si dhe për prosperitetin e ndërsjellët ekonomik. Këto qëndrime u shprehën në përgjigje të pyetjes se si Shtetet e Bashkuara planifikojnë bashkëpunimin me qeverinë e ardhshme të Kosovës, që pritet formohet pas zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit. Në këto zgjedhje, lëvizja vetëvendosje e kryeministrit në detyrë Albin Kurti fitoi me mbi 51% të votave. Operatori i sistemit të transmetimit të tregut në Kosovë paralajmëroi reduktimin e energjisë në disa zona të vendit për shkak të rrezikut për stabilitetin e sistemit elektroenergjetik.
Shkaku kryesor lidhet me nominimet e pamjaftueshme të energjisë elektrike për mbulimin e nevojave të konsumit më 13 e 14 janar, çka ka bërë që sistemi të operojë me jo balanca të mëdha dhe të vazhdueshme të cilat në orë të caktuara kanë të kaluar mbi 200 MW. Pas rënies së bllokut A4 në fillim të vitit më 13 janar ka dalë nga funksioni dhe bloku B1 i termocentralit Kosova B, duke reduktuar ndjeshëm kapacitetin prodhues të vendit. Si pasojë, korporata aktualisht po mbulon vetëm një pjesë të nevojave të konsumit, ndërsa rreth 50% e energjisë po sigurohet përmes importit. Kompania kosovare për furnizim me energji elektrike, KESCO, paralajmëroi një situatë të vështirë në sistemin energjetik. Në njoftimin për media, KESCO deklaron se po përballet me rritje të ndjeshme të konsumit të energjisë, e cila aktualisht nuk mund të mbulohet plotësisht nga prodhimi vendor. Për shkak të kësaj, KESCO është detyruar të sigurojë rreth 50% të energjisë elektrike përmes importit në kushte të vështira të tregut rajonal dhe ndërkombëtar. Aktualisht kapacitetet ndërkufitare janë të kufizuar dhe kjo po krijon presion të madh në sigurimin e sasive të nevojshme, thuhet në njoftimin zyrtar. Raportuesi për Serbinë në Parlamentin Evropian, Tonino Pikula, reagoi ndaj deklaratave të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, që tha se Serbia nuk dëshiron të takohet me përfaqësuesit delegacionit të Parlamentit Evropian sepse ata vinë në Beograd të paftuar. Pikula për televizionin Nova tha se nuk është e vërtetë që delegacioni i Parlamentit Evropian po vjen pa paralajmërim, dhe se ambasada e Serbisë në Bruksel ishte informuar dhe se në program ka punuar delegacioni i Bashkimit Evropian në Beograd. Pse autoritetet zgjodhen këtë lloj bojkoti, do të thosha se ka të bëjë me shmangjen e përballjes së bisedës me ata që janë Chelsea për të vendosur hyrjen e Serbisë në Bashkimin Evropian, tha raportuesi për Serbinë në Parlamentin Evropian. Misioni i Parlamentit Evropian do të jetë në Beograd nga 22 deri në 24 janar, ndërsa Vučić do të qëndrojë në forumin ekonomik botëror në Davos. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Nga Abu Dhabi, kryeministri Edi Rama rikonfirmon angazhimin se deri në fund të vitit 2028 Shqipëria do të jetë plotësisht vend sovran në prodhimin e energjisë elektrike. I ftuar në panelin e samitit të javës së zhvillimit të qëndrueshëm që po zhvillon punimet në Abu Dhabi, kryeministri deklaroi se Shqipëria ka mundësi që të ofrojë furnizim të plotë me energji të ripërtëritshme. Ajo çfarë kemi bërë në këtë dekadë të fundit është të investojmë shumë në energjinë diellore dhe atë të erës dhe të krijojmë një portofol burimesh të ekuilibruara në mënyrë të tillë që ne të mos kemi më nevojë të drejtohemi importit dhe të jemi plotësisht sovran, duke pasur 100% energji të gjelbër. Plani po ecën mirë dhe besojmë se në fund të 2028 do të jemi plotësisht sovran, nuk do të blejmë më energji nga jashtë. Tha ndër të tjera kryeministri Edi Rama, teksa solli në vëmendje marrëveshjen tripalçe me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Italinë. Ambicia jonë është që së bashku me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Italinë të kemi një bashkëpunim tripalësh, të krijojmë një bazë të ngarkesës në Shqipëri. Doktor Sultani, zoti Evekov, po synon që të mbrim në 3 giga dhe përmes kablit ndërlidhës me Italinë ti shërbejmë Europës me energji të gjelbër dhe sigurisht së bashku me miqtë tanë arab të bëjmë para për të fshitur pra Europës. Deklaroi Edi Rama. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha denoncon një tjetër skandal që sipas tij vjen përmes projektit Durana Park, që do duhet të ishte ndërtuar në Xhavzotaj. Në një dalje për mediat, Berisha akuzoi se të afërm të kryeministrit jepnin informacione me pagesë për tendrat përpara se ato të bëheshin publike. Profili Kreatex SHPK. Kreatex nuk është thjesht një kompani softwaresh, por bërthama operacionale e monopolit të ri teknologjik në Shqipëri. Pronësia dhe kontrolli. Kompania kontrollohet në aparencë nga Ermal Beqiri, në të vërtet nga Arman Frangu, lindat e Akshit dhe Suvelit. Për këtë kryetari PD-s i referohet projektit Durana që do duhet ndërtojë në Xhavzotaj, ku 50 kompani anëtare drejtonin projektet qeveritare përpara se ato të bëheshin publike. Për të hyrë në Durana Tech Park, kompanitë kalojnë përmes shoqatës Ermal Beqiri, ku aksesi në tendrat miliona eurosh ndahet sipas shkallëve të pagesës. Korrupsioni i institucionalizuar është shkaku kryesor i vështirësive me cilat përballet ekonomia shqiptare. Vlerësimi vjen nga deputetja e Partisë Demokratike Jurita Tabaku.
Në një analizë në rrjetet sociale, Tabaku vlerësoi se përmirësimet ligjore sado të domosdoshme nuk janë të mjaftueshme kur mungon vullneti politik dhe kur korrupsioni është ngritur në nivel sistemi. Korrupsioni është arsyeja kryesore për situatën e ekonomisë sot. Është arsyeja kryesore për kapjen e ekonomisë në pagduar, për largimin e të rinjve, për emigracionin masiv, për humbjen e shpresës, për pastrimin e parave. Është pikërisht korrupsioni që ka sjellë këtë situatë. Si shembull e përmend ligji për koncesionet dhe partneritetet publike-private, i cili sipas saj pavarësisht ndryshimeve të bëra në vitin 2017 dhe vitin 2023 ka shfaqur të njëjtat problematika. Këtë kanë treguar rasti inceneratorëve, i koncesioneve në rrugë, rasti i energjisë, rasti i akshit, se sado që t'jetë i mirë ligji nuk e parandalon dot korrupsionin nëse ai është kthyer në sistem, ashtu siç është kthyer në këtë rast në Shqipëri. Një sistem që fatkeqësisht sot ka kapur çdo qelizë, ka kapur edhe ekonominë. Sado të mirat i bëjmë ligjet, sado t'i përmirësojmë ato e t'i bëjmë standardet europiane, korrupsioni vazhdon të jetë atje prej sistemit që ka ngritur qeveria socialiste. Ishte Jorita Tabaku, deputete e Partisë Demokratike. Prodhimi i energjisë elektrike nga kaskada e Drinit arriti në rreth 27.000 MWh, duke ruajtur nivelin e të gjithë këtyre ditëve për të shfrytëzuar prurjet në rreshtet intensive të fillimit janarit. Korporata elektroenergjitike bëri të ditur se prurjet natyrore në kaskadë regjistrojnë në nivele të moderuara, ku eci i Fierzës përfiton rreth 500 m3 në sekond, Komani 250 m3 për sekond dhe Vaji i Idejës 50 m3 për sekond. Ndërkohë shkarkimet janë realizuar kryesisht nga eci Komani dhe i Vaji i Idejës në funksion të optimizimit të prodhimit. Kjo siguron se po monitoron në mënyrë të vazhdueshme situatën hidrike dhe po zbaton një strategji operative që synon maksimizimin e prodhimit vendas, garantimin e sigurisë së digave dhe reduktimin e nevojës për import të energjie. Përmbytjet kanë ndërprer punën në parkun fotovoltaik të Karavastas. Stakimi i parkut erdhi pasi uji arriti në afërsitë të paneleve. Ndonse këto të fundit ka një lartësi prej 1.5 metër nga toka, uji ka arritur deri në 1.2 metër. Inxhinierët e Voltalias janë duke bërë vlerësimin e dëmeve, ndërkohë që impianti pritet të vijë sërish në punë pas rreth një jave. Parku fotovoltaik i Karavastas ka një fuqi të instaluar prej 140 MW. Kjo vepër ka kushtuar rreth 140 milion euro dhe është ndërtuar nga giganti francez Voltalia. Situata e krijuar nga përmbytjet në disa zona të vendit po shkon drejt stabilizimit. Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, Haki Çako, deklaroi se situata në rang kombëtar po përmirësohet gradualisht, teksa në të gjitha qarqet vjon puna për pastrimin e rrugëve nga inertet për rikthimin e qarkullimit normal. Megjithatë, nënvizon Çako, disa qarqe vazhdojnë të paraqesin risk të lartë dhe probleme specifike. Kreu i emergjencave civile shton se pas përfundimit të vlerësimit dhe miratimit nga njësitë e pushtetit vendor, do të hapet rruga për procesin e kompensimit dhe dëshpërblimit për qytetarët dhe subjektet e prekura në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi. Bota. Presidenti amerikan Donald Trump paralajmëroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ndërmarrin masa shumë të forta nëse autoritetet iraniane fillojnë të ekzekutojnë protestuesit antiqeveritar të arrestuar gjatë protestave masive që kanë përfshirë vendin në javët e fundit. Deklarata e Trump vjen në një kohë kur numri të vdekurve nga përleshje midis forcave të sigurisë dhe protestuesve ka tejkaluar 2500. We will take very strong action. If they do such a thing, we will take very strong action. Nëse bëjnë diçka të tillë, ne do të ndërmarrin masa shumë të forta, tha Trump, duke shtuar se ishte në dieni të numrit shumë të lartë të viktimave në demonstratat që kanë zgjatur më shumë se 2 javë në të gjithë Iranin. Ministri iranian i mbrojtjes Aziz Nafizardeh paralajmëroi të mërkurën se vendi i tij do të sulmojë bazat amerikane në rajon nëse Shtetet e Bashkuara nisin një ofensiv kundër kombit persian. Ai deklaroi se të gjitha bazat amerikane dhe bazat ushtarake të vendeve të tjera në rajon që ndihmojnë Shtetet e Bashkuara në sulmin ndaj Iranit do të konsiderohen objektiva legjitime. Përgjigjja e Iranit do të jetë e dhimbshme për armiqtë e tij nëse Irani sulmohet, paralajmëroi Ministria e Jashtëm iranian. Në këtë kohë, Irani po përballet me protesta masive në mbar vendin për rrëzimin e regjimit. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.